Presidenti Obama tha sot në Varshavë se bota duhet qëndrojë për krah atyre që kërkojnë lirinë. Ai bëri paralelizëm në mes reformave që po kryen në Ukrainë dhe zgjedhjeve në Poloni 25 vjet më parë, të cilat shënuan fillimin e fundit të regjimit komunist. Shtetet e Bashkuara po i ofrojnë Ukrainës $5 milion ndihmë me pajisje jo luftarake në përpjekjet e tyre për të përballuar separatistët pro-rus në lindje të vendit. Ushtria amerikane po i përgjigjet kritikave në rritje në lidhje me marrëveshjen për lirimin e rreshterit Bo Bergdahl në këmbim të 5 të burgosërve të rrezikshëm taliban. Marrëveshja ka ngjallur zëmërim tek ata që e quajnë rreshterin Bergdahl dezertor. Firmat e shërbimit në Shtetet e Bashkuara u rritën më shpejt muajin e kaluar me shtimin e prodhimit, punësimit dhe porosive të reja.